Përshëndetje, këtu është një produkt tjetër i kompanisë Forever Livingut, është Forever Garlic Thyme. Tani për çfarë është kjo? Kjo është për pastrimin e traktit intestinal, të zorës së trash. Tani, më para përdora këtë, probiotikun. Probiotik B, gjithmonë është me zink. Duhet ta përdorit se s'bën këtë. Fillojmë me këtë, pastrimin e zorës së trash. Fillojmë me këtë, me vajin e farës së zezë, fillon mëngjesi. Dhe tani unë po përdori Forever Garlic Thyme. Garlic do thot huller, Thyme do thot rigoni. Dhe më thonë këto të dy suplementet janë të futura në një kapsul të vetme këtu tek ky produkt. Është kjo kokravockel. Si është kjo kapsul, dhe më thënë është ajo, është nga shtypja që është bërë rigonit, vajt rigonit dhe vajt të hudrës, është nxjerrë ky produkti, kjo mrekulli e vogël, që bën mrekulli që pastron zorën e trash. Unë kam filluar të përdori çdo ditë në mëngjes, esull, pastaj edhe këtë e pi. Dhe pas këtyre përdorim aloe verën. Këtë, dhe me thënë, bëj këtë, e mbarova 10 ditë. Pas 10 ditësh është kjo. Dhe me thënë, çdo ditë duhet të bëjmë pastrimin e zorës trash. Mbaron me njërën, vazhdo me tjetrën, mbaron me këtë, vazhdo me lëng kumbulle, mbaron me lëngun e kumbullës, vazhdo me çajën e karafilit, 10 ditë, dhe sa të pastrohet, se ai pastrimi i zorës duhet të jetë i përditshëm. Dhe jo të teprojmë me një produkt dhe pastaj të kemi probleme. Prandaj është shumë e rëndësishme që të pastrohet zora e trash, që po të pastrohet zora e trash, zorat dhe faqet e muret të zorës së trash e bëjmë përthithjen më mirë të gjithë lëndëve ushqyese që ne marrim gjatë ditës. Kjo ishte për sot.